Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar që me i ngu prindrit tonë dhe mos m'ja u kthy kur fjalën, sa që na ka ndaluar me i thon uf e din musliman kur thuat, domethënë kur thot nana bima do ujti thu abrenon uf pranon që 3 herë më ke thon. Domethënë kështu nuk ban, ta ka ndaluar Allahu Azza wa Jall Rabbul Alamin me thon kështu babës e nanës. Është veç një vend ku monësh mos me ngu babën e nanën. Këtu ta ka lejuar Allahu Azza wa Jall mos me ngu babën e nanën. Por ndryshe babën e nanën çka të thojnë duhet me ngu, veç një vend ban mos me ngu. Cili është e vend? Thot Allahu Azza wa Jall fala tuti'huma. Në qoftë se ata të kundërshtojnë edhe monohen me të shti ty me argumentet e tyne, me të shti ty me i ba shak Allahut Azza wa Jall, që ti me adhuru dikan përveç Allahut Azza wa Jall, fala tuti'huma. Mos ju bind aty në dyve. Të me thonë, mos i nga ata dy. Wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Rriu ngat me mirësi, munau me mirësi, fala tuti'huma. Mos i nga. Allah na rujt, thojnë me adhuru dikan përveç Allahut, mos e nga babën, mos e nga nanën. Allah na rujt, thojnë hajde shkojmë te filan vorre dhe lutmi, mos e nga babën edhe nanën. Gjithkund ngaj. Shkojmë lutmi te vorre se këtu mos e nga. Thot baba dhe nana, Allah na rujt, shkojmë te filan teqja se aty ka mundësi që ajo më bë sebeb që ti me pas e vlad, fala tuti'huma, mos e nga. Mos e nga. Domethënë kur lusin hajde ose të urdhrojnë hajde me i bë shak Allahut Azza wa Jall, fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Mos haro. Rriu ngat me fqinësi, me mirësi, me mirësjellje. Fala tuti'huma. Mos i bind ata. Mos ju bind aty në dyve. Është vani vetëm Kur'an që ta lejon Allahu Azza wa Jall mos me ngu babën e nanën. Kur thonë bani shirk Allahut Azza wa Jall. Allah na rujt, leje fejnë islame, këtu mos i nga. Këtu mos i nga. Elusëm Allahun Azza wa Jall me na bëj muslimanë të mirë.